Gjithsej aty ndodhen 5 varre monumentale që i përkjesnin mbretërve i lirë. Më i madhi është ky kutu, i cili është i ndarë në 2 kate. Në katin e parë prej i hiri i mbretit, ndërsa në të dytin të gjithë bizhut dhe objektet me vlerë që mund të shërbejnin atij në atë që quhet jeta e përtejme. Ne jemi në katin e dytë, por këtu duhet kemi parasysh që është bërë gati dhoma e varrimit në formën e një portiku dhe mjeshtrat aso kohë hasën në një vështirësi për sa i përket edhe shkëmbit dhe varrin ose pjesën e varrimit e bën në katin e poshtëm dhe këtë e përdorën si në gjuhën arkeologjike quhet varr kenotaf, që do të thotë një varr i cili përdoret për vendosjen e materialeve që mund të ketë i varrosur. Trupi është varrosur në pjesën e poshtë. Pra është në këmbët tona. Po në këmbët tona dhe janë disa domethënë urna që janë gjetur, pasi këto varre nuk përdoreshin vetëm për një person, po për disa persona.